Deklaratat e Ramës për Ballukun reagon shoqata kombëtare gjyqtarëve, presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore. Shoqata kombëtare gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në lidhje me çështjen Balluku. Ish zëvendës kryeministri Belinda Balluku po hetohet nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera për Unazën e Madhe dhe për tunelin e Llogaras, ndërkohë që GKK e pezulloi atë nga detyra pas ti vendimi kryeministri veproi duke kundërshtuar vendimin, ndërsa e çoi çështjen në gjykatën kushtetuese. Në reagimin e shoqatës së gjyqtarëve, çdo deklaratë në lidhje me çështjet e gjyqësorit është presion politik. Ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë, prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vihet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklarat që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij në këto organe, thuhet në reagim. Ja dhe reagimi, shoqata kombëtare gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë ka ndjekur me vëmendje prej disa ditësh komunikimin publik të kryeministrit të vendit lidhur me çështjen gjyqësore në ngarkim të zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë, e cila është duke u shqyrtuar në të njëjtën kohë nga gjykata kushtetuese si dhe nga gjykatat e posaçme. Shoqata shpreh shqetësimin dhe indinjatën lidhur me qasjen që kreu i pushtetit ekzekutiv ka zgjedhur të bëjë për këtë problematikë e cila është pjesë e jurisdiksionit pushtetit gjyqësor. Nën petkun e ankesës për uzurpimin e pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ nga i gjyqësor, në të vërtet shihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështjen në fjalë. Gjithashtu mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoren më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Shoqata rithekson se ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga burimet themelore të demokracisë, prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklarat që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe. Komisioni Evropian në raportet për Shqipërinë ka adresuar si shqetësim vazhdimin e përpjekjeve të ndërhyrjes dhe presionit ndaj sistemit gjyqësor nga zyrtar të lartë publik dhe politikan. Gjyqtarët janë të pavarur dhe nënshtrojnë vetëm kushtetutës dhe ligjeve, e si të tillë qëllimi i misionit të tyre nuk është fitimi i pëlqimit të shumicës së publikut apo një pjesë të tij, por zbatimi me fanatizëm i vullnetit të sovranit të shprehur në këto akte. Vendimet gjyqësore mund të jenë të papëlqyeshme për disa subjekte, por kjo nuk i bën ato ilegjitime, pasi sistemi demokratik i qeverisjes vepron brenda kufive që i përcaktohen nga standardet e shtetit të së drejtës dhe zbatuesit final të këtyre standardeve janë gjyqtarët. Në këtë kuadër, shoqata kombëtare gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë fton dhe i kërkon secilit zyrtar të lartë të dy pushteteve të tjera që të respektojnë pavarësinë e gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre dhe të distancohet nga kjo sjellje që e cënon atë. Ndërhyrja në veprimtarinë e gjyqtarëve gjatë zhvillimit të procedurave gjyqësore përbën formën më të rrezikshme në shkeljen e parimit të ndarjes pushteteve, pasi ka si qëllim deformimin e vendimarrjes nëpërmjet formave të ndryshme të presionit.